Për herë të parë që pas nisjes së hetimeve nga SPAK për ngjarjet e 21 janarit, kryetari i Demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme. Ai shndroi rreth 80 minuta përpara prokurorëve dhe më pas deklaroi për mediat se ishte thirrur në cilësinë e personit që ka dieni për një çështje që është në hetim. Basha ishte ministër i brendshëm në janar të vitit 2011, kur gjatë protestës së opozitës para kryeministrisë u vran nga plumat e Gardës së Republikës 4 qytetarë, Ziver Veizi, Alex Mika, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Hetimet e SPAK erdhën pas vendimit të gjykatës së Strasburgut, e cila e cilësoi ngjarjen si krim shtetëror, duke i hapur rrugë rishikimit të çështjes. Procedimi penal u regjistrua më 15 korrik 2024, pas një vendimi të gjykatës së lartë për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorimi i detyrës dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, të kryera në bashkëpunim. Me dosjen që tashmë ndodhet në duart e SPAK, pritet që të sqarohet roli i ish-kryeministrit Sali Berisha, ish-ministrit të brendshëm Lulzim Basha, ish-komandantit të Gardës Ndreja Prendi dhe personave të tjerë të përfshirë në ngjarje tragjike. Ndërkohë, familjarët e viktimave kërkojnë që drejtësia të vihet plotësisht në vend dhe të përgjigjen para ligjit si urdhëruesit, ashtu edhe zbatuesit e ngjarjes së 21 janarit, të cilën e cilësojnë vrasje shtetërore.